Mjekët japin urdhër: mos pini kafe nëse vuani nga këto tre sëmundje. Për shumë njerëz, dita nuk fillon derisa të pihet një filxhan kafe. Rreth 64% e të rriturve konsumojnë pijen popullore çdo ditë. Kafeja është një mënyrë e pëlqyer për të marrë energji shtesë në mëngjes dhe studimet kanë treguar se kjo pije ka shumë përfitime për shëndetin tonë dhe jo vetëm. Përveç ndihmës që jep në mbrojtjen e zemrës, zvogëlon riskun e problemeve të prostatës dhe gjithashtu nxit humbjen e peshës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Megjithatë, disa njerëz mund të shkaktojnë më shumë efekte anësore në shëndetin e tyre nëse konsumojnë kafe në këto situata. Nëse duhet të shkoni në tualet për shkak të kafes, nuk është as pak e shëndetshme. Për të kuptuar më mirë nëse kafeja është zgjedhja më e mirë për ju ose jo, dietologët kanë zbuluar se cilët njerëz duhet të shmangin ose të paktën të reduktojnë marrjen e kësaj pije në mënyrë që të ruajnë shëndetin e tyre. Duhet të shmangni kafen nëse keni sindromin e zorrës së irrituar, nëse keni probleme të aritmisë, probleme me gjumin, nivele të larta të ankthit ose të stresit, ose keni tendencën për të pësuar sulm paniku. Gjithashtu, edhe ata persona që kanë diarre, epilepsi, sëmundje të refluksit gastroezofageal, duhet të tregohen më të kujdesshëm me konsumin e kafes. Kafeja vetëm do të përkeçojë gjendjen tuaj, kështu që, nëse vuani nga këto komplikacione, tregohuni të kujdesshëm me sasinë e konsumit të saj në dietën tuaj, pasi do të ndikojë negativisht në çështjet tuaja imunitare. Disa nuk mund të fillojnë ditën e tyre pa pirë më parë një filxhan kafe, dhe disa të tjerë e konsumojnë menjëherë të dytën pas të parës. A i dini se kafeja mund të dëmtojë shëndetin tuaj dhe mund të ndikojë negativisht në çështjet tuaja imunitare? Në këtë video, do të rendisim rastet kur kafeja mund të shndrohet në një dëmtim të vërtet të organizmit tuaj dhe të nxjisë gjithashtu edhe përkeçime të shëndetit të përgjithshëm. Nëse jeni një person që e konsumoni kafen çdo ditë dhe në sasi të tepërt, ju ftojmë të dëgjoni me vëmendje këtë video deri në fund për të kuptuar më shumë edhe ndikimet negative të saj. Kafeja mund t'ju bëjë që të dëgjoni zëra që realisht nuk ekzistojnë. Pirja e tepërt e kafes mund t'ju bëjë që të krijoni gjithashtu halucinacione. Një universitet në Melbourne ka treguar se kafeja është një substancë psikoaktive dhe nëse pini atë në sasi tepër të mëdha, atëherë përgatituni të krijoni edhe shqetësime në organizmin tuaj. Një prej tyre është edhe dëgjimi i gjërave që realisht nuk ekzistojnë. Pirja e tepërt e kafes në përditshmërinë e dietës suaj mund të dëmtojë shëndetin e mëlçisë. Sipas një studimi të kryer nga National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease në Shtetet e Bashkuara, dozat e vogla të kafes ndihmojnë trupin në detoksifikim, por sasitë e mëdha të saj mund të kenë pasoja të kundërta dhe të dëmtojnë gjithashtu edhe shëndetin e mëlçisë. Kafeina e tepërt në trupin tuaj mund të dëmtojë mëlçinë dhe të rrisë gjithashtu edhe trysninë e gjakut. Studimi i kryer nga Carnegie Mellon University tregoi se pirja e tepërt e kafes në dietën tuaj ditore mund të shkaktojë arrahje të shumta të zemrës dhe mund të shkaktojë gjithashtu edhe probleme të frymëmarrjes. Kafeja e tepërt mund të nxjisë edhe problemet e nervozizmit. Një filxhan kafe më shumë se sa duhet mund të pengojë transmetimin e mirë të oksigjenit në tru, çka mund të ndikojë drejt për së drejti edhe në aktivitetet tuaja ditore edhe të shkaktojë gjithashtu nervozizëm dhe probleme të dëmtimeve të vëmendjes. Kafeja e tepërt mund të shkaktojë probleme të pagjumësisë në organizmin tuaj. Kafeja mund të paksojë me 6 orë kohën e gjumit që ju duhen për 24 orë gjumë që substancat të largohen plotësisht nga sistemi juaj. Mos e pini asnjëherë kafen përpara se të flini, pasi do të nxjisë gjithashtu edhe problemet e pagjumësisë. Kafeina e tepërt në organizmin tuaj mund të nxjisë shfaqjen e osteoporozës. Sipas studimit të Universitetit të Oregonit, kafeina nuk i bën mirë sistemit tuaj kockor. Për të shmangur këtë rrezik, konsumi i saj në sasi të madhe mund të ndikojë negativisht në çështjet tuaja imunitare.
dhe mund të nxjisë gjithashtu humbjen e vitaminave dhe mineraleve që shkaktojnë një humbje të madhe të elementëve ushqyes të nyjeve. Kafeina e tepërt nxit edhe urinimin e madh. Kafeja mund të sjellë gjithashtu disa probleme të tjera të urinimit dhe të shkaktojë gjithashtu probleme të pakontrolluara të saj. Nëse jeni një person që pini kafe në sasi tepër të madhe, përgatituni që ajo të ndikojë edhe në nxitjen e tepërt të urinimit gjatë ditës dhe shfaqjen e komplikacioneve të tij. Kafeina e tepërt në organizmin tuaj mund të shkaktojë dhimbje koke dhe probleme të marramendjes. Nëse jeni një person që pini kafe në sasi tepër të madhe, atëherë përgatituni që të vuani nga këto komplikacione që kafeina nxit në shëndetin tuaj. Sipas American Heart Association, konsumatorët e mëdhenj të kafes mund të kenë dhimbje të kokës, nivele të larta të ankthit, lodhje, gjithashtu edhe probleme të depresionit dhe dëmtime të shëndetit të tyre mendor. Nëse doni që kafeja të mos shkaktojë anën e saj negative në organizmin tuaj, përgatituni ta merrni atë në sasinë e duhur dhe të evitoni gjithashtu komplikacionet në organizmin tuaj. Nëse jeni një konsumator i rregullt i kafes, kafen duhet ta pini gjithashtu brenda sasive të lejuara dhe asnjëherë me tepritje në dietën tuaj ditore. Kafeja mund të krijojë aftësi varëse. Marrja e një doze të tepruar të kafes mund të ndikojë në procesin tuaj të krijimit. Përveç kësaj, ajo nuk do të ndihmojë edhe në gjumin e mirë. Kafeja mund të dëmtojë dhe të dobësojë procesin e mbajtjes së urinës. Meshkujt duhet të jenë më të kujdesshëm me sasinë e kafes që konsumojnë, në qoftë se duan të zhvillojnë më pak përkeçime të mosmbajtjes së urinës. Përfundimi i këtij studimi është kryer në Universitetin Alabamas në SBA, që ka cituar se pirja e tepërt e kafes në përditshmërinë e dietës suaj mund të nxjisë gjithashtu një urinim të tepërt dhe mosmbajtjen e saj. Kafeja e tepërt në dietën tuaj mund të shkaktojë gjithashtu edhe probleme të dëmtimit të dhëmbëve, duke i bërë ato edhe më të pistët. Të pi shumë kafe përkeqëson tendencën e shfaqjes së njollave të errëta në dhëmbët tuaj. Kjo pasi kafeja dëmton smaltin e dhëmbëve, duke krijuar kështu një dëmtim më të madh të tyre dhe krijimin e papastërtive të tyre. Pirja e tepërt e kafes në përditshmërinë e dietave tuaja mund të zvogëlojë gjithashtu edhe shëndetin e gjoksit, duke e bërë më të dobët dhe duke bërë më të brisht. Pirja e tepërt e kafes te disa persona mund të nxjisë shfaqjen e halucinacioneve. Sipas studimeve të Universitetit Shkencor të Shkencave Psikologjike LTRB University në Australi, pirja e tepërt e kafes në temperatura të ndryshme mund të shkaktojë halucinacione, për të parë gjëra që realisht nuk ekzistojnë. Ekspertët thonë se 1 deri në 2 filxhan në ditë, në varësi edhe të gjendjes suaj, nuk janë të dëmshme, por nëse teproni dhe e bëni atë pjesë të rutinave tuaja në sasi të lartë, atëherë përgatituni për efektet negative të tyre në dëm të shëndetit. Kafeina e tepërt në organizëm shkakton gjithashtu edhe probleme të aritmisë së zemrës. Nivelet e larta të kafeinës mund të çojnë në një zemër të dobët dhe kjo është deklaruar nga studimet e Universitetit të Modenas dhe Reggio Emilias, sipas të cilit ky është shkaku kryesor pse mund të keni edhe dëmtime të tilla të shëndetit tuaj të zemrës. Kafeina e tepërt në organizëm mund të nxjisë shfaqjen gjithashtu edhe të përkeqësimeve të sindromave premenstruale. Sindromi premenstrual gjithashtu është një nga shkaktarët kryesor të shëndetit që nxisin nervozizmin, ankthin dhe problemet të ngjashme. Nëse jeni një person që pini kafe në sasi të tepërt, atëherë përgatituni që të keni këto komplikacione në dëm të shëndetit tuaj. Kafeina e tepërt në shëndetin tuaj mund të nxjisë gjithashtu edhe përkeqësimin e shëndetit të syve. Sipas një studimi nga studiuesit në spitalin Brigham and Women në Boston, doza e shtuar e kafeinës së tepërt në dietën tuaj mund të rrisë tensionin e syrit, duke shkaktuar kështu më shumë probleme të tij dhe shëndet të dobët. Ekspertët tregojnë se pirja e tepërt e kafes në mënyrë të pakontrolluar mund të krijojë shfaqjen e problemeve të tilla të shëndetit. Ndaj, nëse doni të përmirësoni shëndetin dhe të mbani larg gjithashtu komplikacionet, atëherë siguroni që kafen ta pini në sasinë e duhur. Vëmendje,
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.